Me zotin Bolliçi këtu që Podujeva është një nga komunat më të rëndësishme që ka një ballafaqim në nivelin lokal mes Bolliçit të Jusenit dhe të tjerëve, por në nivelin qendror mes LVV-s dhe RDK-s, sepse strategjia e tyre politike për të mbajtur qoftë basionet e qoftë për të marrë basionet, më së miri shpërfaqet në debatin që pamë sonte në Podujevë. Ky është treguesi më i mirë, sepse ende se kemi pa Prishtinën, por kështu ne e shoh. Ajo çfarë tha avokati Smakiçi më herët, kolegu Smakiçi, që zoti Bolliçi ka frikë nga elektorati i LDK-s sepse i përket një profili të tillë, unë në kundërtën. Unë ja thash edhe dje, kjo besoj që i ndihmon zoti Bolliçi, sepse unë besoj që ka votën në dy kampet. Pra është e kundërta e asaj që u tha më herët nga kolegu, sepse Bolliçi është megjithatë një figurë i cili më shumë realisht perceptohet si LDK-s sa si lëvizje vetëvendose, që unë besoj që i jep një lloj përsie në këtë drejtim. Tashti krahasimisht, çdo herë kandidatët që janë kryetar aktual e kanë një lloj përparësie në këtë garë që fillojnë, nëse sidomos në debatet politike, për arsye që janë prezent më shumë dhe të mishruar më shumë me problemet dhe të lashët e brendshme, sepse kanë qeverisë me komunën. Nga ana tjetër është një, po themi, deficit të kandidatët që ndoshta pjesën më të madhe të kohës e kalojnë jashtë komunës ku po garojnë. Unë besoj që jo vetëm zoti Juseni që është i angazhuar këtu, por edhe shumë të tjerë që janë për rreth, kanë çastin e njëjtë sikurse që e ka zoti Bolliçi. Por çka duhet të thonë është që 12 tetori është treguesi më i mirë arben se kush fiton, por e thash, Podujeva për mua pas Prishtinës, se Mitrovica ka nisë me ramë intensitet me gjas në garë. Prizreni tash dhe Prishtinë e Podujeva, këto dy komune i shoh si më interesante në garën që po vjen nga zgjedhjet lokale.